Hello! Sot do kanalizoj shkurtimisht një mesazh hyjnor se si do jetë energjia e muajit mars për shenjat e zjarit, tokës, ajrit dhe ujit. Vazhdojmë direkt me shenjat e zjarit. Për gjatë muajit mars, shenja zjari ju kërkohet që të ktheheni tek shtëpia brenda jush, të lejojeni veten tuaj të transformoheni, të rriteni në çdo nivel të mundshëm dhe të lejoni shërimin të ndodh dhe të rivitalizoheni. Kalojmë me shenjat e tokës, një mesazh hyjnor për muajin mars. Good luck! Shenja toke, muaji mars do jetë një muaj me fat për ju. Bekime të reja do ju vinë, mrekulli të reja do ju vinë, oportunitete të reja do shfaqen tek ju. Imagjino se po bën dhe lavatriçja e komshiu tani si një shenjë për të thënë që po, do ketë zhurmë për ju, do ketë lëvizshmëri për ju, shenja toke. Por kujdes të jeni të rrënjëzuar dhe mos harroni që kjo nuk aplikohet për të gjithë, se mos më thoni pastaj pse s'merret e fate. Ideja është që energjia e universit është e hapur për ju për gjatë muajit mars. Se a jeni ju të hapur për të marrë apo jo, a bëni ju punën e duhur për të marrë, kjo është shumë personale. Një mesazh për shenjat e ajrit. The Guardian Stone. Për gjatë muajit mars do rinisni një rrugtim shpirtëror dhe ju thuhet që i gjithë ky rrugtim është i suportuar dhe është i drejtuar e i mbrojtur në mënyrë hyjnore. Mos keni frikë të iniconi diçka të re, mos keni frikë të ktheheni tek e vërteta juaj, tek brendësia juaj. Thjesht vazhdoni, ecni përpara dhe bëni progres në jetën tuaj, si profesionale, si personale, ashtu dhe shpirtërore. Dhe mesazhi i fundit është për shenjat e ujit. Dancing with Stones. Për gjatë muajit mars ju kërkohet që të lëvizni energjinë tuaj, trupin tuaj, emocionet tuaja dhe të bashkëpunoni me njerëzit si në dashuri, si në jetën profesionale, ashtu dhe personale, e mbi të gjitha të bashkëpunoni me universin që ëndrat e juaja të bëhen realitet. Ju uroj një muaj të mbar dhe shihemi me kujt tjera. Pacim!